Me qelistin e Vllaznisë Kristel Sota, i treti ditën e djeshme, i dyti sot, duket që tentuat deri në fund, por besoj që jeni kënaqur me mënyrën se shkoi gara dhe me vendin që zën. Po, jemi shumë të kënaqur, kemi dhënë sa kemi mundur, gjithë maksimumin. Shokët e skuadrës më kanë ndihmuar. Ka qenë një garë shumë e fortë, me shumë kolpo, po besoj këtu në fund sa kisha mundësi bëra. Duket që u bën ndërimi i duhur edhe për figurën e Agim Davili për cilën organizohet kjo garë. Po, unë dikur kam qenë me ekipin Apollonis, tani kam kulluar te Vllaznia, e kam fituar të garë me ekipin Apollonis, po do doja shumë ta fitoja edhe me ekipin e Vllaznis. Por që përgjithsisht mirë, kemi marrë veten garë mas gare dhe të shikojmë rezultatet më vonë. Viti 2 që jeni pjesë e Vllaznisë, si parashikon e tarmen, do të vinë duke rritur rezultatet për ekipin shkotar? Me shumë mundësi po, nëse do kemi dhe mbështetjen e dur, çdo gjë do shkojë mirë. Si nga skuadra, nga trajneri, nga gjithë. Cilat janë synimet e Kristel Sotës për garën e ardhshme? Mas kësaj gare të Shkodrës, synimi është kampionati kombëtar. Nuk e di se do mundem të garoj me kombëtare në rrethin ciklistik të Shqipërisë, për shkak të sa gjëra familjare që kam, por që mbas kësaj është direkt kampionati kombëtar. Për turin nuk jam as po as jo. Suksese. Shumë faleminderit.